Muzik Festivali tani është radha për sportin. E kam kënaqësinë e veçantë që sonte në këtë rubrikë të ftuar ta kem Jona Jetin. Djali i cili na bën me pa dhe me ndjek me goxha sy kritik pasi që informacionet që i gëzon për sportin me theks veçantë për futbollin janë fantastike. Falenderoj shumë që ka pranuar ftesën më ardh në rubrikën 7. Faleminderit. Ju mundu Joni me qenë edhe unë po as kreativ edhe po besoj atraktiv në pyetjet që i kom përpilu, kështu që po shpresoj që me sinqeritetin që të karakterizon me u përgjigj. Patjetër. Është era më parë që kam në këtë lloj interviste. Po i kom ja dy pyetje para se më shku. Qysh po hec? Mirë shumë. Mirë të shku puna, po mendoj që jemi të bëu punë të mirë përgjithësi në Radio Urban FM ku punojmë bashkë me ekipin, kështu që kontent interesant. Po bëjmë diçka po mundohem me bëu diçka pak më ndryshe. Radio si medium nuk është më klasike vetëm me dëgju. Tash ka kaluar në sfera të tjera, sidomos pjesën vizuale në rrjetet sociale, kështu që jemi numër për shtat me një trend që kemi pa normal edhe në vende të tjera dhe po mësoj që po shkon mirë dhe ka më shkuar më mirë. Radio televizioni, një pyetje kështu. Në televizion kam kaluar shumë kohë, kam kaluar 11 vjet e gjysmë, në radio po më bën 2 vjet. Kom pasur mundësi edhe pak me bënë një emision që është që edhe dëgjohet shumë pak më gjatë, po është pak më vështirë 3 orë për shkakun që kom pasur një termin me majt emisionin 3 orë se do të më kon tepër i përgatit, edhe me të punu goja shumë. Shumë informuar patjetër. Informuar patjetër, në televizion ka mundësi pak me make-up, domethënë me video, me diçka, me një mysafir. Të humbët ku edhe ku, ashtu nuk e di. Radio ka një veçanti, po prapë kom kalu tepër shumë ku në televizion edhe në shtalo mund dashnia në televizion. Në mediat janë koqa shumë. S'jam pak. Pyetja e parë Jona Jeti. E lexon vetë, përgjigjesh vetë, po besoj që ka pyetje gat. Çfarë po thotë? Në një mesh mes Ronaldos dhe Mesit për intervistë ekskluzive ka vetëm një mikrofon. Kujt ja jap dhe pse? Super, rregull është. Po. Mesit. Nëse do me përgjigj kështu me njerë si kështu përgjigje të prej me Mesi për shkak të krejt asaj që ka tregu në futboll, edhe pse që akum lexu thuajnë që është pak arrogant, megjithatë Mesit edhe për një arsye shtesë kur ka luajtur Portugalia me Shqipërinë, në fakt Shqipëria me Portugalinë kualifikimet e Euro 2016, kom qenë në Tiranë, edhe më ndu me marrë një intervistë të Ronaldos, por Ronaldo jo veç para mediumeve shqiptare, po edhe para mediumeve portugeze veç kalon kështu të hongër modë dhe del, domethënë nuk i bën fort përshtypje asnjë gazetar, kështu që nashta po çka edhe po ma mund që Mesin nëse kisha pas në mundësi kish kon një pyetje që me patjetër ja kishe bu. Cila kish më qenë? Që të kishin trigu, me abo Mesit me pas një informacion nështë që... Unë e kisha vetë, a kish menu që kish mujtë më bo që kjo që është, që kjo legjendë, se e ka dhe një histori këgja interesant për shkak edhe më zhvillimi ti edhe gjanave tjera dhe jetës shtirë në Argentinë. Këto me dit, a ka menu në herë se sportistat e mëdhej i lojnë dhe ku fit vetës. Për shembull Ronaldo, pjesën mentale ka t'jashtë zakonshme. Ai e lën pikën ku do me arritë dhe punon tepër shumë për me bo. Po Messi ne ka qit në pikë Ronaldo kur do me ndal karrierën? Po kur ti bën një gol, a di që ka synimin e radhës. Sa golla ka po? 900 s'di për herë fundit 900 është shifra rreth 40 golla larg për me Meriçet Çelçan. Në sezonin ashëm do të më luajë gjithçysh në Arabi që është po luan. Edhe mund të më arrijë çet rekord, që është rekord botror sa për këtë gol. Mund të më thënë ai kush mos besoj. Nuk ma mërmenja. Njeri që ka një rating të gollave që nështë mund të më parafru është Erling Haaland, momentalisht është i lëndum, ama ai do të më bu më jap 30 golla minimum 20 sezone të radhës për më bu këtë që është e pamundur për mua, se nuk ma mërmenja që ka më thonë një sportist kështu 40 vjetën me pas si performancë. Janë troll, është Ronaldo, është James, është po Messi është diçka i veçantë, për në kuptimin sportiv është definitivisht gjenik. Po inshallah bëhet në herë. Inshallah bëhet. Okej, pyetja e parë është shumë e mirë. Çfarë do të pyetja e dytë? Cili është miti më i madh në futboll sipas teje që nuk e ha më njëherë në vitin 2025? Okej. Ka shumë mite për futboll. Ka shumë mite, po kryesisht nështë për pjesën që është kanë ushtru më herët dhe që është ushtrujnë tash, do me thonë dëgjej gjeneratave që kom pas mundësi dhe me intervistu, që kanë vitë për shembull në gjeneratën e artë Prishtinës, na atër kena ushtru, s'na ka vytë shumë gjana tjera, e në ditën e sotme ma mërmenja që pa punë nuk ka shanse. Më herët kanë pas në shtat talent, edhe nuk ka qenë futbolli për menimin tam që ka që detajum,
që një sportist ose një futbollist me emri. Ka dhe shumë sene tjera, për shembull edhe te pajisjet, thojnë mus mu ka ndosh këtu patika për me lyt, kam lyt ndoshta edhe dafe sene, po se di, edhe nuk e kisha menuar. A kam rrit futbollin në shkallën e perfeksionit sot? Po flasim për futbollin në nivele evropiane për shkak që është inkuadruar me arbër dhe shkenca, që është shumë e rëndësishme e teknologjia, e cila jep detaje shumë të sakta për performancën e lojtarëve dhe mundësinë saj mundet me jap. Për shembull Real Madridi ka një përgatitës fizik të jashtëzakonshëm, i cili bën edhe të kështu eksperimente mjekësore, sepse ka një ekip mjekësor, me ditë sakt trupi i X-lojtarit sa mundet me jap. Kështu që domethënë detajin të jashtëzakonshme me menu me hip shembull se unë shihi fillit, se këtyre vetë një lojë kom qef edhe jashtë futbollit, se lojën e këtyre nuk kom qef edhe do prapaskena. Kështu që është çast tash i detajzuar sa që është vështirë më befasu edhe vështirë më arrit. Po vështirë është më arrit. Shkoj në vel të na një herë ka vakt, po besoj që alo ka me vazhdu, sidomos të pjesë teknologjike që kanë me përmirësu edhe performancën e tyre. Pyetja e tretë. Po të ishte fusha e futbollit si një studio televizive në cilën pozitë e shije vetën, portier sulmues apo mbrojtës. Për ta kallëzuar edhe pyetjen. Realisht unë kom ushtu një kohë dhe basketboll, nuk është që e kom pas rolin për me jap pikë, jam kon organizator normal se më që gjatë qendrës së mujt. Çfarë kena pas dot? Po mirë, s'ne ka fol këtë zotë. Ma mërmenja që këtu se pas këtë shujt mes fushorën e mes fushorë shakon. Okej. Masi sështë, dhe me thonë mes fushorë se kisha lidhë dy raparte me ne që i shakon, dhe me thonë edhe me një mbrojtjes edhe me shku për para. A luan në futboll të vogël? Shumë rrallë jam i angazhuar tash edhe në klubin FC Prishtina, edhe më vjen me shku në trening, po shumë rrallë për shkak që kam pasur në lëndim gjunit, operem kështu edhe nuk preferoj me rreziku. Ma shumë luaj basketboll për tërmë se sa futboll. Super. Për çefe, shkojmë pyetjen tjetër. Sa është e vështirë të jesh objekt kur komenton një ndeshje, objektiv, kur komenton një ndeshje kur luan kombëtarja jonë, e ke pas ndonjëherë të vëzllakun më shumë se që duhet. Mendoj që kjo pjesë ose kombëtarja ose ekipi i zemrës ose më ka mundësi me komentuar edhe Kosovën fatmirësisht. Okej. Mendoj që kjo është një gjë që e bujnë edhe këtë komentatorët. Normal që ka me të rezamër, ose ki me ma shumë informacione, ose ma shumë edhe zërë në zonë, tonalitetet, gjithë shka, besoj që është shumë normale nëse shë këtë cilë të ndeshe për flasim. Po për ekip jo e mundu gjithmonë me qenë korrekt, mos mu vrejt nështë pëlqimi ose animi që mujnë me pas për një eks-ekip. Të regom komentimi, a të të pëlqen që për votë sot? Në tash duhet për më duket komentatorët kanë kalur një nivel tjetër, ma shumë fjallë, ma shumë informacione, mes me përshkru ndeshjen që sheshet, domethënë. Po ju jap mundësia për shkak që edhe normal informacioni morr shumë më shpejt. Për shembull, jo që ka një kohë gjatë që kam lënë, po unë zakonisht e kam përgatit vetë, ose i kam shujt në varë dhe pastaj i printuar dhe i kam shujt, diqysh kam besu ma shumë vetës se sot që kam nxjerr telefonin nështë për në informacion shumë shpejt. Tash është mundësia shumë ma e mirë, po mendoj që do të me pas nështë edhe një degë në fakultet gastaris, ku edhe kam përfundu, që pak e mësën se nuk është veç me marrë informacione, do të pak edhe me ndjema mërmenja lojën, me ditë kur do të me bërtit, me ditë kur do të me jap emocion, ose kur do të me jap informacion, kështu që është edhe pak edhe... Komentatori më i mirë për ty? Të na? Unë kom cekë është Arbeni, nuk kom pasën mësafer, Arben Berisha, për mënimin tem është komentatori ma korrekt, që është gjithmonë, domethënë, e ka standardin e vet, domethënë kur nuk mësh me thonë performoj dot ose kaloj për të asaj çka mësh me prit. Për mënimin tim, domethënë shprehjet që e kam vrejt me lë bashkë në podcast kur e kam pas, e kam pyet çu shigjin tamam shprehjet në 100% shqip, edhe ndjekat rrugën ose i përcjell rrugën e komentatorëve anglez që për mendimin tim më të mirë, po janë edhe italianë që japin edhe çat shpirtin, avdhin në freestyle. Ka një farë vibe të mirë. Unë mundu që ta me kon korrekt me fjalit, mos me përdor nështë shumë shpesh edhe slenga që i përdorën, ose fjalë që janë për një njerëz me një grup madh ngusht, e mundu që ato me bëu dhe me jap shpirtin, po krejt ka të bëjë që shekiti vibe. Domethënë mendoj që komentimi është edhe pak zanat, po edhe do të me ta dasht me përcjell. Okej. Pyetja e 5 nëse s'gaboj, ja? Po. Kur shek, që kjo pak u lidh me që të pyetjen, kur shek kolegë që komentojnë ndeshje me shumë zhurmë, me pak përmbajtje,
çka të vjen më ju thonë. Unë e kam zgjidhen veç ndrej, domethënë. Okej, jo, eliminoj këtë pyetje. Se goxha ju përgjigjem, kështu që mas e ke mundësi. Është më saktë. Okej. Vendosim me këshirë ose pasojë në kanal tjetër. Okej. Se 90 minuta nuk bëhet me Bëhet monoton. Çfarë do të pyetja tjetër? Okej, je ndonjëherë kritik për ndonjë lojtar shqiptar dhe ai të ka marrë për të madhe. Si e ke menaxhuar situatë? Okej. Realisht, unë e mundu arbër që mos me përzi, mos me bosh është një lak, se di që mund me ardhë një kohë ku ti dosh me kritiku. Punën tonë edhe me kritiku. Edhe ka ndodhur për shembull hiç më larg se para disa javëve kur kam bënë një review ose një video të një veprimit një trajnerit, kom jap një mendim tamin personal, përkundër që video është bërë tepër virale dhe shumë njerëz ndoshta e kanë ofendu tepër makesës sonë që kom jap kritikën, ka vendosur me mu drejtu mu qysh edhe ne ke vendosur me bu këtë kritikë për çato, edhe pse e kom njoft, për çato mundona me mojt korrektësi të punës. Që mos më thonë, unë ty të kom shokë pse s'folet ti me mua. Vetëm që kam një muhabet ndoshta pak më shumë është Vedat Muriqi. Okej. Vedati është mendoj që djali më për tokë i kombëtarës. Edhe një po ta japi Mërgim Vojvoda. Ato po edhe me Mërgimin e kom pas poshtë, po është një super djalë. Ai është e Kosovës, do është e Shqipënia, unë po flas për të Kosova. Vedatin e kom pas për herë të parë në herën intervistë që ka bëu. Për çfarë ndoshta më ka me farë simpatie se u pat përgjigj edhe përgjigjet gjithmonë, se tash do pritimi që ju mbu Zvezda e Stara. Për korrektesë, Mërgim Vojvoda mendova unë. Mërgim Vojvoda, okej. Për Mërgim Vojvoda unë mendoj që është nuk e një personalisht. Okej. Për mua është një prej njerëzve më korrekt. E di që tregojnë që është një super djalë, kom pas intervistë, po intervista ato shpejta nuk mundesh me ditë realisht ç'është. Pyetja e 6. Pyetja e 6 ka më duket shumë interesante. Gazetarët e sportit shpesh bëjnë analiza të thella, por kur ke thonë ndonjë gaf live që nuk e harrojnë kolegët. Një vetë se ta përmena... Po tu më na e një në komentim që të ka rshit. Qëre, edhe ki kuptu, pas 2 sekundave. Po, na ka ndodhë, jo 2 sekunda shumë. E mërëm transmitimin e Ligës Francës Arbër, edhe është një ligë që nuk është shumë e njëshme nështë përveç ekipet Parisit ose edhe Monakos, edhe ra një lojë nuk mund me kujtu cila ka qenë. U vënova praktikisht se kesh edhe në prezentim, edhe hina te për shpejt, nuk mujta me pa informacionet që kisha printume, nuk mujta me ditë cilë është ekipi, cilin fush, edhe i shkon domethënë ekipi kundër që unë isha të komentu, i shkon me fanellat cilat unë menova që në takni. Po për fatin e mirë ajo ku na bën kështu një cilën e thashë edhe vetë, po më vjen keq që s'mujta deri tash me identifiku, po ndodhin këto sana. Ka ndodhur edhe një kolegu tem tjetër ka ndodhur njëjtë san. Ama janë të lezetshme. Të lezetshme këto. Edhe ata që e përcjellin sportin, atë një vjen pak më interesant edhe fani më atraktive. Pyetja e fundit, Jone. Jo, e fundit ai. Jo, 7 kemi tërhequr, një eliminova për shkak të se e thash vet. E tha vet mirë. Nëse do të ishe trajner për një ditë, cilin futbollist shqiptar do ta lejë në stol, edhe nëse është yll, pse? Po më pëlqen si pyetje. Cilin futbollist? Je trajner momentalisht për formën, për çysh do që teshe. Po, normalisht, ai që se meriton normalisht. Patjetër, po veç të menoj, po ajo të fol për momentin që shpo kalon. Ku dush, zgjedhë ekipin e zamrës, tifozët e cilit ekipi? Unë me Interin. Me Interin, për djehupët, po jeni në trendin e mirë. Për çdo dy vite dhe fundit mirë. Për shembull që Kristian Aslanin se kisha fut në... Se kisha fut? Jo, sepse është, edhe po kritikohet shumë, edhe më mërmenja që nuk është për qëtë nivel ku është aktualisht Interi. Është një lojtar, është një super lojtar rritë në Itali, po s'po them veçën, po them ai duhet më shumë punë? I duhet diku ku merr më shumë minuta dhe ku përgjegjësitë për shembull ndodh shumë shpesh në Inter me marr përgjegjësinë dhe gabimin e tina, sepse sportisti pa gabu nuk mund të më bëjë sportist i madh. Pa bu gabime edhe s'mund të merr edhe golla kënej, po mendoj që i vjen një ekip i cili ka ambicie tjera për të Interit. E kam një farë, kam një farë bindje që ju të Interit nuk jeni shumë, po që ta qeni jeni shumë flakte. Kom një shok e Don Hasanin, a i shkoni për cilë gjithë, edhe i teki shok, shoku jam i ngusht, gjithë të ndeshët e Interit shkoni për cilë me fanatizëm. Fansi flakt. Valla, mu me thonë që ka shumë ma shumë se që të menën. Apo? Se trendi i Ligës Italiane u kun Liga e parë që u transmitu në Kosovë të na, edhe që aty kanë mire... Po i di pëse unë e kom një bindje Milani është, Milani kjo normal më shumë. Ato dy ekipet që... Po, që atë është, do me thonë që shkojnë është edhe në Itali që është Milani, Juventus, Interi, jënë edhe në Kosovë, se janë këgjat flakt, për të trija skuadra po thëmë, ka këgjat tifozë dhe janë shtot flakt, edhe kom pas mundësi edhe për veti me shku me pa një ndeshët Interit. A nëse do me të epë një tifozë interesant që s'ka ndryshu kur,
është Armend Kelmendi, është i Romës. Okej, po. Këta janë pak. Këta Këta janë domethënë veç ai më duket, është. Jo, është edhe një, po më 2-3 më është një. Okej, kështu që Armendin edhe atë e kemi shok. Shok shumë i mirë, kështu që kemi bërë intervistë. Po vjen mirë janë që të pata. Faleminderit shumë, edhe kjo është shumë interesant. Po, shumë interesant. S'kom post në herë. Okej. Si lloj interviste që faleminderit që më Kështu që për korrektesë, po do me kështu. Bëmi edhe këto dy pyetje. Ja, çka kemi. Cili ka qenë momenti më epik që ka përjetuar në një ndeshje futbolli si gazetar apo si tifoz? Shpejt. Epik mendon për të mirë, po unë e kisha dhënë në moment që tash për të keq. Vonë nuk unë, si më thon për vjetori, kum qenë në ndeshje Llapi Drenica, më patën rrok me guri. Po e di. Patëm me kështu si prej babës. Se nuk më me fajsu as tifoz të Llapit as Drenicës ka qenë ndeshje, se si më thonë për njerë për 3 sekonda u kecu gjendja, po kretë kjo ka shku fajt që na si kena pos kushtet, për shembull ke hi ka dera njët ku ka i tifuzi, ku ka i lojtari, e jashtë e dim besoj e kun, hymin e ki zyrtare, nuk mirë është me, mu mësë mi pëlqy dikujna për tifozës punën që e bëj, edhe mundet me linë konflikti, për që ato i ki sanat e ndame, edhe më pa ndoshe që e di që mi mobilizu krejt. Menimin është edhe me lumë, po qatë shumë kanë përkro njerëz që më kanë shkuar. Ka qenë sensibilizim i madh i krejt. Shumë, domethënë kanë ma kanë ndru menjen edhe njerëz të ndryshëm të spurën. Është motivim, mos harro. Definitivisht, edhe për çato edhe se mnalta. A e gati për pyetjen e fundit? Nëse do zgjedhje një skuadër për me jetu gjithë jetën në kampin e tyre, kush do të ishte dhe pse? Të jashtojnë terën. Tash do të më shku me për jashtojnë terën. Me ekip lokal. Do na me shku me ekipin tam, me Prishtinën. Me Prishtinën. Tash bilo është u bu kampin është ta shkoj. Okej. Joni. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe bitej shumë shumë graci e dhënë. Faleminderit. Miq të dashur, ishim me Jona Jetin, gazetar i sportit, i cili po bën një content dhe një punë fantastike, mundeni me ndjek edhe me pa. Qoftë se ka njerë mendoni që dini gjithçka, informatat që jep Joni për një pikë caktume ju lojnë realisht shumë mbresa. Kështu që kaq për sonte, jemi në minutat e fundit, duke uruar që një datë të kënaqur me atë që kemi përgatit, ne lëm takim javës tjetër në të njëjtin termin, shtunë ora 20:10 minuta. Na gjeni në rrjetet tona sociale në Instagram dhe në Facebook, po me të njëjtin emër. Emisionet e plota dhe të shkurtuara i gjeni në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube. Natën e mirë, kaq për sonte.